Alarmi i fshehur. Pse gëritja nuk është thjesht një zhurmë bezdisëse. Të gjithë njohim dikë që gëret aq fort sa duket se po shkatëron shtëpinë. Ndoshta është partneri juaj, prindi, ose ndoshta jeni vetë ju. Zakonisht ne tallemi me këtë gjë, bëjmë shaka për të blerë tapaveshësh për të shpëtuar. Por sot do të flasim hapur. Gëritja kronike nuk është thjesht një zakon i bezdisshëm apo një çështje komode. Ajo është një klismë e fshehur që trupi juaj po lëshon sepse diçka nuk po shkon siç duhet. Anatomia e gëritjes. Pse ndodh? Për të kuptuar rrezikun duhet të kuptojmë mekanizmin. Kur ne jemi zgjuar, muskujt e fytit mbajnë rrugët e frymëmarrjes të hapura dhe të forta, por kur flem këta muskuj relaksohen. Nëse rrugët e frymëmarrjes ngushtohen për shkak të peshës, anatomisë apo lodhjes, ajri që hyn dhe del detyrohet të kalojë me forcë. Ky kalim me vështirësi bën që indet e buta të fytit dhe qelzës të dridhen. Dhe kjo dridhje krijon atë zhurmë që ne e quajmë gëritje. Sa më e ngushtë rruga, aq më e fortë zhurma. Deri këtu mund të duket thjesht mekanike, por rreziku i vërtet vjen kur rruga bllokohet plotësisht. Kjo gjendje quhet apnea obstruktive e gjumit. A ju ka qelluar të dëgjoni dikë që gëret fort dhe papritur hesht? Ndalon së marrë frym për 10, 20 apo 30 sekonda dhe pastaj mbytet, hakëret dhe rinis gëritjen. Në ato sekonda heshtjeje, truri dhe organet tuaja jetësore mbeten pa oksigjen. Truri pëson panik, ju zgjon për 1 sekond, pa e mbajtur mend ju fare, sa për të marrë frym, dhe ky cikël mund të përsëritet deri në 40 herë gjatë natës. Cilat janë problemet shëndetësore që sinjalizon? Nëse kjo ndodh natë pas nate, trupi ekspozohet ndaj një stresi ekstrem. Ja çfarë probleme shëndetësore sinjalizon dhe shkakton gëritja kronike. Sëmundje të zemrës dhe hipertension. Mungesa e oksigjenit të rrit menjëherë presionin e gjakut dhe sforcon zemrën, duke rritur ndjeshëm rrezikun për infarkt dhe goditje në tru. Diabet të tipit 2. Apnea e gjumit të ndryshon mënyrën se si trupi përdor insulinën, duke çuar në rritje të sheqerit në gjak. Trashje dhe shtim në peshë. Pagjumësia çrregullon hormonet e urisë, leptinën dhe grelinën, duke ju bërë të keni më shumë epsh për ushqime me sheqer gjatë ditës. Lodhje kronike dhe rrezik aksidentesh. Nëse zgjoheni të lodhur me kokën e rëndë dhe keni mjegullim truri gjatë ditës, performanca juaj bie dhe rrezikoni t'ju zër gjumi, madje edhe në timon. Këshilla praktike çfarë duhet të bëni? Lajmi i mirë është se kjo situatë mund të trajtohet. Nëse ju ose dikush që doni gëret rregullisht, provoni këto hapa fillestar. Flini në krah. Fjetja në shpinë bën që gjua të bjerë mbrapa dhe të bllokojë fytin, ndërsa kur flini në krah, pozicioni i trupit tuaj është më i rehatshëm. Mbani një peshë të shëndetshme. Rënja në peshë pakson indin dhjamor rreth qafës. Shmangni alkolin dhe darkat e rënda para gjumit, pasi ato i relaksojnë në tej masë muskujt e fytit. Dhe më e rëndësishmja, nëse dyshoni për apne e gjumi, lini një konsult me një mjek të përgjithshëm ose specialist gjumi për të bërë një test. Një trajtim i thjeshtë mund t'ju kthejë energjinë, të mbrojë zemrën tuaj dhe t'i kthejë qetësinë shtëpisë. Ju faleminderit që na ndoqët. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, shpërndajani dikujt që gëret dhe na ndihni për më shumë këshilla të vlefshme për shëndetin tuaj. Flini të qetë dhe shëndet.